Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas deklaratave të fundit në një nga komitetet në Komitetin për Europën, ku fol edhe për situatën e sigurisë në Ballkan, por edhe për atë politike dhe të drejtësisë në Shqipëri, për të cilën pra këtë të fundit, sipas njërit prej zyrtarëve amerikanë, kongresmenëve ka ardhur momenti ndoshta për të parë çfarë shkoi mirë dhe çfarë shkoi keq. Por edhe për situatën politike në Tiranë. Për të gjitha këto do të flasim me zotin Grit Roy, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare në New York, të cilin ju kujtoj që tashmë mund ta gjeni edhe në kanalin e tij në YouTube Grit Roy, pra për të ndjekur komentet, analizat, këndvështrimet e tij për situatën politike në Tiranë dhe gjeopolitike, atë që ndodh në botë dhe si ndikon tek ne këtu, pra në kanalin e tij në çdo moment. Grit, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje juve, kënaqësi. Ta nisim me së pari atë që ju e cilësoni parinë e Tiranës, që duket se ja hodhi dhe për këtë vit. Paq. Unë nuk e di se kujt i referoheni ju për thënë që ja hodhi paq, po unë ditë që paria e Tiranës është një trysni të jashtëzakonshme, për shkak të daljes së një pjesë të vogël të atyre aferave që kanë përbërë këtë tranzicion të stërgjatur shqiptar pas komunizmit, kështu që në qoftë se kemi vetëm disa ministra të kësaj periudhe të cilët janë në shqyrtim dhe në nënhetim dhe dalin qindra miliona dollar ose euro, i ftoj dëgjuesit dhe shikuesit tuaj të mendojnë se sa janë vjedhur gjatë gjithë këtyre viteve, ndërkohë që vetëm disa ministra bëjnë shifra të jashtëzakonshme. Pra, unë nuk mendoj fare që paria ja hodhi paq, unë mendoj që paria është një trysni të jashtëzakonshme, por në të njëjtën kohë paria është duke vepruar kompaktësisht, në mënyrë kompakte, bashk, pa asnjë lloj dyshimi, për të ruajtur pozicionin e vet, për të ruajtur këtë lloj sistemi që i vendos ata si sunduesit e popullit shqiptar, si sunduesit e shqiptarëve, dhe janë duke u përpjekur që ta bëjnë këtë lloj sjellje kriminale, hajnore, të pandëshkueshme. Pra janë duke u përpjekur që të gjejnë pandëshkueshmërinë. Unë nuk besoj se do t'ja dalin dhe do të diskutojmë ndoshta pak më vonë që diskutimi në Kongresin Amerikan nuk është ashtu siç është interpretuar në mediat e Tiranës. Po aty do ndalesha tani që ndoshta kjo kompaktësi bëri që ashtu sikur deklaroi edhe në media që kongresmeni Case Self në mos gaboj deklaroi që është momenti për ta riparë reformën, çfarë shkoi mirë dhe çfarë shkoi keq, apo ne këtë e kemi kuptuar gabim? Jo, nuk është kuptuar gabim ajo që tha një kongresmen, një nga 435 kongresmenët, që ndërkohë është edhe pjesëtar i asaj që quhet kokusi shqiptar, domethënë grupi i deputetëve që ka lidhje me Shqipërinë dhe që është i përafërt me pozicionet e shqiptarëve. Mirë, po do doja të bëja një sqarim që për t'i dhënë njerëzve realitetin dhe jo atë avullin që prodhojnë mediat e Tiranës. Komiteti i dhomës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, politikën e jashtme e bën administrata, pra e bën presidenca. Presidentin krye, pastaj është kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, që është zoti Rubio, i cili në të njëjtën kohë është edhe sekretar shteti, i cili është hera e parë që kjo ndodh që nga koha e Henry Kissinger. Pra në qoftë se do duhet shikonim për të ardhmen e politikave amerikane, në Ballkan dhe kudo tjetër, në Shqipëri e kudo tjetër, do duhet që të shihnim çfarë del nga zyrat e zotit Rubio dhe çfarë del nga vargësit e tij. Dhe unë nuk shoh që të ketë dalë një qasje kundër reformës në drejtësi nga zyrat e zotit Rubio, as nga Departamenti i Shtetit dhe as nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Së dyti, në Kongresin Amerikan, dhoma ka një rol të kufizuar në politikën e jashtme. Ka një rol sigurisht, pra ka rolin e dëgjesave këtyre që bëhen dhe nën Komiteti për Evropën është rëndësishëm, nuk mund të themi dot që nuk është rëndësishëm, por është gjithashtu dhe vendi ku mund të kryhen më tepër qoka politike, sepse Kongresin, dhoma e Kongresit nuk vendos për politikën e jashtme. Senati ka në dorë politikën e jashtme, ka në dorë që të jap një lloj jap veton, vendos veton mbi emrimet dhe ka në dorë që të
jap një lloj drejtimi politikës jashtme, sepse në Kushtetutën Amerikane Senati duhet që të miratojë çdo lloj traktati ndërkombëtar. Pra, në qoftë se do të kishim një qasje ndryshe, një ndryshim qasje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, do duhet të shikonim se çfarë thot Komiteti për Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Senatit. Nuk e kam parë një gjë të tillë ende, kështu që unë mendoj që deklaratat e zotit Self ishin deklarata që duhen parë në tërësinë e tyre, kishin brenda një pjesë të madhe lobimi, sepse Paria e Tiranës është duke lobuar jashtëzakonisht fort, që të quhet sikur reforma në drejtësi ka dështuar të tjera dhe të tjera, dhe reforma në drejtësi ka dhjetra qindra defekte, unë nuk jam këtu për të mbrojtur çdo aspekt të reformës në drejtësi. Por ajo që po del sheshet, që po del hapur, është që kjo reformë në drejtësi i ka vënë për një pjesë të mirë të Parisë së Tiranës në shpatulla plasmori. Dhe unë nuk mendoj që administrata amerikane ka ndryshuar qëndrim, përkundrës do të intensifikohet lufta ndaj krimit organizuar, lufta ndaj karteleve të drogës, të cilat janë praktikisht në kontroll të Shqipërisë, si me lidhjet e tyre me qeverinë, por edhe lidhjet e tyre me opozitën. Kështu që unë nuk mendoj që është ashtu siç u paraqit. Pra, e gjitha kjo që ju sapo thatë më lart do të thotë që nuk është se të pritet ndonjë ndryshim nga administrata Trump, edhe me kryeprokurorin e ri të SPAK-ut që do zgjidhet, pra do vazhdoj lufta kundër korrupsionit dhe nuk do merret parasysh ky lobimi që ju thatë që është bërë edhe në Shtetet Bashkuara për reformën. Shikoni, unë dua ta sqaroj që zoti Self është një nga dashamirësit e mëdhenj të Shqipërisë, kongresmeni Self. Pra, kjo nuk është deklarata ime kundër kongresmenit. Ai për t'ju dhënë një rast tjetër, një shembull tjetër, një nga deklaratat që nuk u publikua fort në mediat e Tiranës, por që ishte e para herë që u ndodhi në Kongresin Amerikan, ishte kërkesa për një rezolut të Kongresit Amerikan për çështjen e luginës së Preshevës, për veprimtarinë e shtetit serb në pasivizimin e adresave, i cili është përmendur për herë të parë me sa di unë në akte zyrtare në rekord. Pra, kjo do të kishte qenë një lajm shumë edhe më i madh në qoftë se mediat e Tiranës do të kishin interesin kombëtar në bazë të veprimtarisë tyre. Por ato morën me një pjesë tjetër e cila ku zoti Self ja la vetes hapësirën për të thënë që reforma nuk ka punuar për shqiptarët, që është një kritik e qëndrueshme, qëndron, ka vonesa për shkak se ende reforma nuk i ka hequr ksetrat e Paris nga ajo. Në një pjesë të madhe reforma nuk e ka larguar Parin, Paria ende ka një kontroll të konsiderueshëm të drejtësia, po atë pjesë që nuk e kontrollon dot, ajo pjesë është duke i shkaktuar një problem themelor, sepse po i nxjerr në pah atë që është objektivi i tyre në jetë, që është vjedhja, hajnia, dhe kjo i ul legitimitetin. Prandaj dhe në protestat e opozitës nuk ka njerëz, prandaj dhe dalin njerëz gjysmë të diskredituar si ai deputeti që po mbledh foltore alternative, prandaj dhe zoti Rama nuk e heq dot zëvendës kryeminist se po ta heqë atë i dalin ca gjërat palara, pra këto gjëra janë gjitha të lidhura dhe Paria i di, po thjesht përpiqet që të gënjej njerëzit për t'i mbajtur me gajret, siç thuhet në gjuhën popullore. Do kalojmë edhe tek politika në Tiranë, por edhe kam dhe diçka në raport me SBA-n për drejtësinë. Nga bisedat e kaluara që ne kemi bërë, ju keni thënë që Shtetet e Bashkuara, institucionet, agjencitë zbatuese i kanë dosjet mal për Parinë e Tiranës, por ndoshta a mundet që të fokusohet më shumë tani administrata e re, pra që ka për një vitin pushtet tek kartelet, sesa tek korrupsioni i brendshëm, pra edhe këtu mundet që ta kalojmë plan 2 korrupsionin, edhe këta ashtu si të shpëtuan për këtë një dekadë nga drejtësia e re. Nuk mund të vazhdoj kjo histori? Shikoj, çdo gjë është mundur dhe gjithkush shpëtoi nga dëmat, nga krimet që ka bërë. Nuk mund të parashikoj se çfarë do të ndodhë nesër ose pas nesër, por analitikisht do thoya një diçka. Shikoni për shembull luftën midis klaneve mafioze që po ndodhur në Shqipëri sot. Vrasjet e shumta të bujshme, gjë që tregon që ka një organizim ose riorganizim të pushtetit brenda karteleve. Kur ju thoni që administrata amerikane po përqendrohet te kartelet,
po ku ka kartele më të forta se ato që ekzistojnë sot në Shqipëri? Kartelet e drogës që janë sot në Shqipëri kontrollojnë gjithë shtetin, janë pjesë e madhe e parave që hynë në shtetin shqiptar. Pra, unë nuk mendoj që administrata amerikane nuk e konsideron Shqipërinë si një vend ku ka ndërhyrje të forta në shtet dhe tek paria nga kartelet e drogës, por duhet thënë dhe kjo tjetra, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesat e tyre në mendje, nuk kanë interesat e shqiptarëve në mendje. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës punojnë për të sjellë në Shqipëri, jo për të sjellë në Shqipëri, por për të mbështetur në Shqipëri interesat e tyre. Përsa kohë që interesat e tyre nuk cënohen ose mbahen të pacënuara, atëherë i takon shqiptarëve që të gjejnë mënyrat që të heqin këtë pari, që të mos jenë në skllavërinë që imponon kjo pari, dhe të gjejnë mënyrat qeverisurit për të ecur përpara, për të krijuar një shtetkom të shqiptarëve, për t'i bashkuar shqiptarët, sa askush nuk flet më për Bashkimin Kombëtar në Shqipëri, është e tmerrshme. Bashkimi Kombëtar është sot një nga objektivat që duhet ishte më kryesorët në agjendën e çdo politikani shqiptar. Sot po ndryshon qasja ndërkombëtare, sot siç e shikoni tek marrëveshja që po merret parasysh në Ukrainë, midis Ukrainës dhe Rusisë, kufit nuk janë më të paprekshëm, kufit nuk janë më, pavarësisht se dhe thuhet, pavarësisht se edhe deklarata e nën komitetit të Evropës pranoi të njëjtat argumente që kufit pandryshueshëm, integrimin në Evropë, Evropa po dizintegrohet, kufit nuk janë më të pandryshueshëm, në terma real flitet, pra politikanët shqiptarë, ata që duan popullin e tyre, duhet ishin në krye të një strategjie kombëtare për bashkimin e shqiptarëve, aq sa mundet brenda kulturave ndërkombëtare, pa prishur interesat e aleatëve tanë strategjik, por duke e vendosur veten bri aleatëve tanë. Ndërkohë merremi me një pari të kriminalizuar, e cila ka mendjen për të vjedhur edhe për të dukur se është në të njëjtin nivel parash me borgjezinë ndërkombëtare. Këtu është problemi i shqiptarëve. Gjithsesi shikoni që fakti që s'kemi vizita të rëndësishme nga Shqipëria në Shtetet e Bashkuara, por nuk besoj se mund të jetë më rasti tani që na kanë lënë pa ambasador, se si Shqipërinë dhe Kosovën u bën pa kohë që ka diçka që nuk shkon, besoj. Janë dy raste të ndryshme, mendoj unë. Për rastin e Shqipërisë është një problem që ka të bëjë me marrëdhëniet brenda Senatit, sipas meje, sipas mendimit, kurse në Kosovë dallon historia sepse në atë seancën dëgjimore kongresmeni Self tha diçka shumë të rëndë për sa i përket asaj që është qeverisja në Kosovë. Pra praktikisht në qoftë se kishte deklaratë që ishte e fortë, ishte pikërisht ajo, e vendosi Kosovën në një plan pothuajse ose jo Kosovën, por qeverinë aktuale në Kosovë, në një plan pothuajse armiqësor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, një shkallë më sipër do ta kishte shpallur armik qeverinë e Kosovës, dhe kjo duhet të shqetësojë shumë kënd. Agenda e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ballkan nuk ka qenë ajo që sipas meje duhet ishte, pra ka një butësi të pa mohueshme ndaj Serbisë, pra ka një përpjekje për ta tërhequr Serbinë nga kampi lindor, nga kampi i Rusisë, dhe kjo e ka bërë administratën që t'i shohë gjërat me qasje më pozitive ndaj Serbisë. Dhe kjo është humbje për ne shqiptarët, sepse realiteti qëndron që Serbia është i njëjti aktor gjenocidal, është i njëjti aktor që po e kryen një gjenocid të ri në Preshev dhe Lugin, duke ju mohuar njerëzve adresat, duke ju mohuar të qenit shqiptar, duke i përzën njerëzit në këtë kohë që flasin. Pra, ky është një problem që ne shqiptarët duhet ta kishim trajtuar, po askush nuk e trajton, dhe pastaj është një problem që duhet politika kosovare duhet ishte më e bashkuar në këtë pikë. Duhet kishim një qeveri të përbashkët, duhet kishim një qeveri të shpëtimit kombëtar, por kjo i takon 28 dhjetorit tani më, dhe do shohim si do të reagojë populli i Kosovës në këtë dalje. Zoti Roy, mendoni që përveç mesazheve publike ka dhe përmes kanaleve diplomatike që mundet
si kena ardhur qeverisë shqiptare dhe kryeministrit në raport me Shtetet e Bashkuara, pra ajo që nuk duket. Si funksionon politika? Atëherë unë do të flas në përgjithësi sepse nuk mund të flas dot për çështje konkrete. Për sa kohë që kryeministri nuk më informon mua për mesazhet që merr. Por mund t'ju them, besoj me shumë konfidencë se në politikë gjithmonë ka mesazhe të hapura dhe mesazhe të padukshme. Dhe mesazhet e padukshme i janë dërguar kryeministrit. Ka pasur mesazhe të cilat kanë qenë jo fort të buta. Unë besoj që asnjë lëvizje e SPAK-ut për sa i përket qeverisë dhe anëtarët lartë i qeverisë nuk bëhet dot pa të paktën dijenin e faktorit amerikan, sepse SPAK-u mbështetet kryesisht nga faktori amerikan në Shqipëri. Kështu që ajo është një nga mesazhet më të forta që i dërgohet kryeministrit është në anë të drejtësisë dhe në anë të evidentimit, nxjerrjes në pah të ajnisë të mërshme që kanë bërë këto. Domethënë çdo ditë që kalon dhe del nga një aferë e re. Çdo ditë që kalon dhe duket sikur këta i përdorin, jo duket, po është një tani më fakt, që këta i përdorin paratë e shqiptarëve, taksat e mia dhe të tuat, si karamele për të bërë qoka me njëri tjetrin. Domethënë, është sikur çdo ditë fejohet dikush dhe vjen një grup njerëzish dhe të gjithë marrin nga një karamele dhe të gjithë pastaj i kruajnë kurrizin njëri tjetrit, duke thënë që o sa mirë që jemi, o sa të evropianizuar që jemi, vishen të gjithë për ditën më tepër me gjëra më firmate se sa çdo kusht tjetër, me makina luksoze, me vila luksoze, me para gjithandej, dhe kjo ju duket se është integrimi në Evropë. Kjo nuk mund të vazhdoj, sepse kjo bëhet nën atë që në sundimin e një populli i cili në kthyer në skllav. Nuk është e bukur dhe nuk është e këndshme ta thuash, por shqiptarët tani më trajtohen si sklever nga kjo pari. Kjo pari thjesht i merr përhundësh dhe i tërheq. Ndoshta ka ardhur koha që të mos sa lejojnë më shqiptarët këtë dhe ta shohin këtë lloj fenomeni për atë që është. Është një skllavërim me anë të gënjeshtrave, hajnisë dhe propagandës së thellë nga të gjitha palët dhe fajtori kryesor nuk mundet të mos jetë ai që është sot kryeministër, por fajtor ka boll nga të gjitha palët. Pra ju po thoni që duke qenë se SPAK-u është me goditjen e Ballut në paradhomën e kryeministrit, nuk do shkoj pas, por do shkoj përpara. Ashtu si dhe kryeministri, as zoti Dumani ose pasardhësit i tij nuk më informojnë mua për planet e tyre, por analitikisht, duke qenë se çdo gjë rrjedh logjike nga amerikanë. Absolutisht. Nuk thash që bëhet me CC, po bëhet me dijenin e tyre. Po, me dijenin, okay. Lutem mos ma transformo. Por sigurisht që logjika e gjërave është që tani më nuk mund të ketë më kthim mbrapa, sepse hajnia nuk mund të zhbëhet, e ka bërë zonja. Dhe me shumë gjas e ka bërë me firmën e kryeministrit. Sepse po të mos ishte firma e kryeministrit aty, do ta kishte lëshuar, se nuk është nga ata që nuk i lëshon varcit kryeministri. E ka treguar gjithë këto vite që ka qenë pushtet, se u bë dhe 20 e ca vjet në pushtet. Te incineratorët ishte vendimet e qeverisë. Vendimi i qeverisë është një alibi që ata përpiqen ta përdorin për t'ju hequr përgjegjësisë ligjore, por nuk mendoj që do t'ja dalin. Le të mos hallakatemi në shumë gjëra, janë çdo veprim i qeverive shqiptare në këto 35 vitet e fundit ka qenë veprim të paktën paksa me tise korruptive. Është sistemi i ndërtuar mbi korrupsion. Është sistemi i ndërtuar mbi një objektiv hajnie. Është sistemi i ndërtuar mbi objektivin që në qoftë se je në pushtet dhe nuk bën diçka për vete, nuk vjet diçka, nuk bëhesh pasanik, konsiderohesh budallak, konsiderohesh i pa zoti, konsiderohesh jo politikan i aftë. Ky është problemi. Pra, në një sistem të tillë ka shumë pak gjëra që mund të kalojnë dhe të cilat nuk bëhen për qëllime korruptive, shumë pak. Ndaj dhe sa më shumë hapen petet e lakrorit, aq më shumë del, më falni për shprehjen,
qelbi që mban brenda ai lloj lakrori, sepse është nisur i tillë, është nisur i helmatisur. Dhe ndaj, unë mendoj që nuk ka kthim mbrapa, nuk mund të ketë kthim mbrapa. Zoti kryeministër po përpiqet t'i shpëtojë lakut, po unë besoj që nuk e ka të mundur. Pra, në çdo vendim që të marrë gjykata kushtetuese, nuk ka shpëtim për këtë dosje, sepse ose do ta rrëzoj, por edhe nëse rrëzon, ndoshta spaku do të detyrohet që të marrë një tjetër mas më pas. Pra, gjitha kjo është një betejë procedurale që do ketë një fund, besoni. Për mua nuk është as betejë procedurale reale. Për mua është një telenovel politike, sepse njerëzit duhet të konsumojnë politikë, duhet të mbahen në politikë në mënyrë që të mos shohin të procesin që po përpiqem ta evidentoj unë, që është procesi i skllavërimit total të njerëzve, të vënies së njerëzve në sundim nga kjo pari. Pra, duhet diçka për të mbajtur njerëzit me thashë themet e ditës. E mori, nuk e mori, do e marri në shqyrtim kushtetuesja, kur do ta marri. Pra, kjo është mënyra që Paria e Tiranës përdor prej vitesh për të shtyr periudhat. Ja dhe pak, ja derisa të vinë kushtetuese. Masi dal kushtetuesja do diskutohet nëpërmjet, sepse janë fatkeqësisht më vjen keq që po i përmend shpeshherë kolegët e tu sot dhe gjithmonë janë bëhet në bashkëpunim. Për një rrogë, shumica e gazetarëve shkruajnë çfarëdo që duhet. Për një favor këtu ose aty, njerëzit janë i propagandojnë në një mënyrë të pa imagjinueshme. Pra, e njëjta gjë, e njëjta mënyrë se si raportohet, ka ndodhur sot e të paktën 25-30 vite. Raportohet e njëjta gjë, vazhdon i njëjti mulli që vazhdon dhe njerëzit pastaj vinë në një pikë ku dhvelen dhe e shohin edhe informacionin si të panevojshëm, dhe kjo është fitoria e Parisë Tiranës, sepse thotë që ja ku keni lirinë, liria është informative, po ju informojmë, keni lirinë e fjalës, po është një liri e rreme, është një liri e kapur, është një liri nën lakun e skllavërisë së Parisë. Për dal nga krahu tjetër, Zoti Berisha tha sot që Staliani e mbushi sallën me socialist në Durrës, edhe e quajti edhe mashtrues. Pra, foltoren që ai nisi. Si mendoni që do bitiset kjo që është nis në kampin opozitar? E njëjta është, besoj që është e njëjta logjik me atë që sapo thash. Në të njëjtën mënyrë që kryeministri përpiqet të nxjerrë thashë theme politike mbi kushtetuesja kështu, kushtetuesja ashtu, i thak zonja zëvendës kryeministre në zyrë, ishte në zyrë, kush ishte në zyrë, erdhi Ulusiu e të tjerë, të njëjtën teknik përdor edhe Sali Berisha. Nuk ka kur fare rëndësie se si hahen dy hiena mes tyre. Për kockat e një partie që nuk ekziston më. Unë kam thënë më parë dhe do ta përsëris sot. Partia Demokratike nuk ka më arsye të ekzistojë. Është një parti e vdekur. Është një parti që i shërben vetëm një objektivi, i cili është mbrojtja e familjes së kryetarit të saj aktual. Nuk ka asnjë lloj objektivi tjetër, nuk ka objektiv për të fituar, nuk ka objektiv ideologjik, nuk qëndron në politikë për asnjë lloj gjëje tjetër përveç se për këtë objektiv. Atëherë, Staliani mendoni që nuk do të fitojë një parti. Zoti Staliani ka gjithë drejtën e votës që të paraqitet alternativë. Mirë po, shikojeni se si i është qasur kësaj. Nuk ka dalë me një seri idesh të reja, nuk ka dalë me një mea culpa ose me një fajsim të vetes, sepse zoti Staliani ishte ai që për llogaritë Sali Berishës doli dhe gënjeu dhe bëri dhe burgun e të tjerë. Thotë, shiko, ky sistem është i kalbur, ky sistem ka marrë fund. Unë jam pjesërisht fajtor për këtë, se kam qenë pjesë e këtij sistemi, po s'kam pasur mundësi tjetër. Sot kam vendosur që unë t'ju them shqiptarëve të vërtetën dhe më ndiqni në këtë rrugë. Pra, se po ndërprer. Shpalosi dete veta. Ajo e dëmton ajo me varrjen dorë me 9 janarin. Po 9 janar ai është pjesë, domethënë është shiko, një njerëz që është pjesë e qelbit nuk mund të pastrohet duke thënë që unë jam i pastër sepse kanë harruar njerëzit atë që kanë bërë unë. Është e pamundur, është pjesë e lojës, Staliani është pjesë e lojës. Nuk do çuditesha nëse nuk do kishte ndërhyrje
nuk do ishte mbështetur nga dikush, sepse paria e Tiranës funksionon në këtë lloj mënyre. Askush nuk e merr guximin ose mundimin që të dalë dhe të dialogojë me shqiptarët realisht. Unë nuk e di se kush janë mbushi sallën aty. Mund të jenë demokrat, mund të jenë socialist, mund të jenë të futur nga X, Y dhe Z. Kjo është pjesë e telenovelës që do të luhet dhe këtë lojë Sali Berisha e luan jashtëzakonisht shumë mirë. Është mjeshtër i llazorerisë politike. Do të nxjerrë me dhjetra dhe qindra. Të shpikë dhe ndonjë nga ata siç ja bëri Lul Bashës, pra Lul Brava, ja veshët italianit. Është mjeshtër i këtij lloj komunikimi me bazë llumi, do thoja unë. Mirë, po asnjëri prej ty, dhe kjo është në fakt deri në farë mënyrë zbavitëse për njerëzit, se njerëzit nuk mund të jetojnë në atë dëshpërimin e përditshëm të jetës në Shqipëri. Kërkojnë një lloj zbavitje dhe kjo është pikërisht ajo që i nxjerr nga rruga e duhur. Mirë, po realiteti është kokfort. Në realitet, këta nuk po spalosin asnjë ide të re. Këta nuk po bën asnjë lloj autokritike. Këta nuk po bën çfarë ndryshon Saliani nga Sali Berisha. Kur ishte puna, doli me levë dhe mbrojti Lul Bashën. Tani del dhe thotë që jo, po unë jam e reja dhe duhet të ri për të ri. Do të kapitalizoj nesër pas nesër. Do të marrë ato benefitet e burgut, ta kapitalizoj gjithë atë. Po pse burgu qenë kërka në politikë qenë kërka veçori e cila duhet lavdëruar? Mund t'i duket vetja si fatosano për ta. Kjo është përgjigja ime për atë batutë. Por për ta mbyllur me atë që po ndodh në trojet tona, në Komunitetin për Europën u dha dhe një alarm sepse mund të jemi shinjesër në rast pra konflikti Shqipëria, Maqedonia, Malezi, 3 vendet që janë NATO, por edhe Kosova. Për këtë alarm duhet shqetësohemi në gjykimin tuaj? Tim ke ndjekur në rrjetet sociale është një alarm që unë kam dhënë para disa viteve. Sepse nuk ka sesi që të diskutojmë për flokët e Salianit dhe të mos diskutojmë për faktin që Rusia ka 3 ose 4 vite që na ka shpallur armik haptas. Ka një listë në të cilën Kremlini dhe Ministria e Jashtme ruse e ka publikuar me shtete të cilat quhen jo miqësore ndaj Rusisë, që është një eufemizëm për të thënë që janë armiq. Në atë listë Shqipëria zë një vend, është në qendër të hartës për shkak të pozicionit tonë gjeografik, po Shqipëria është në asaj liste. Pra, sigurisht që ne jemi konsideruar shtet jo i thjesht, dhe duke qenë që pozicioni jonë dhe Ballkani është një pozicion kyç për përplasjen botërore, për përplasjen geostrategjike, atëherë sigurisht që dihet ajo punë, që sigurisht që Kosova, Shqipëria, hapësira ku banojnë shqiptarët sot. Ndaj dhe unë më herët thash që ky është momenti që ne shqiptarët kemi qasje serioze, dhe qasemi si njerëz të cilët kemi dije, të cilët dim ta kuptojmë situatën ndërkombëtare, të cilët dim ta bëjmë një shtet, të sillen si shqiptarë etj. Problemi kryesor ndaj kësaj është paria, po duhet dalë ke përgjigja juaj, se nuk duhet t'i shmangen përgjigjes. Sigurisht që kongresmeni Self mbriti dhe tha një gjë që është totalisht e ditur në rrethet diplomatike amerikane, dhe në fakt ishte gjë e mirë që u tha këtë punë, sepse interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës lidhet pikërisht me këtë fakt, me faktin që rajoni jonë është kyç në raportet geostrategjike. Por, nuk duhet harrojmë, unë e përmenda edhe më parë, që marrëveshjet për Evropën janë duke u kryer, janë në shvillim me sipër. Diskutimet mbi ashtu quajturën Ukrainë nuk janë thjesht për ndarjen e Ukrainës apo se si do të përfundojë situata në terren. Diskutimet janë më të gjera se sa aq besoj unë. Diskutimet janë për raportin e forcës, ndarjen e raporteve të forcës Evropë, Shtetet Bashkuara dhe Rusi, ku Shtetet Bashkuara kërkojnë që ta tërheqin Rusinë më afër vetes tyre për ta pasur aleat në një konflikt të mundshëm, jo të mundshëm, po shumë të mundshëm me Kinën. Ndaj këtu lojtarët e vegjël ose vendet e vogla janë thjesht monedhë shkëmbyse.
Dhe këtë e kupton gjithkush që është marrë sadopak me shtetbërje apo me politikë ndërkombëtare. Pra ne nuk kemi fuqinë që të vendosim atë që duam ne. Po të ishte ajo që duam ne, do ishte shumë më kollaj historia. Pra, por ne nuk e kemi atë fuqi. Ballkani mund shkëmbejë. Por ne jemi pjesë asaj që diskutohet. Dhe ne duhet ta vendosim veten në një pozicion që të jemi sa më të fortë, që të kemi sa më shumë ndikim në vendimet që merren për ne. Këtë e pengon Paria e Tiranës, këtë fatkeqësisht në një mënyrë pothuajse kriminale e ka bërë dhe qeveria Albin Kurtit në Kosovë, edhe paria e korruptuar e shqiptarëve në Ilirid dhe të tjerë, por sot është periudha që ne të jemi të gjithë bashkë dhe të sillemi si shtetar, që të tregojmë gjithkujt dhe të mbrojmë interesin ton me aq sa mundemi dhe të vendosemi aty ku duhet. Mirë, por ne fatkeqësisht sot, përveç se nuk jemi kur kund, sillemi si zagar politik. Paria jonë sillet si zagar politik. Dhe dua të shtoj edhe një gjë të fundit për këtë çështje. Kjo nuk është gjë që e kam thënë sot. Bashkë me kolegët dhe me miqtë e mi e kemi thënë në vitin 2017 ishte një situatë tjetër. Ende nuk ishim ardhur në këtë pikë, ende nuk ishim ardhur në luftë të hapur në Evropë, ende nuk ishim ardhur në kristalizimin e raporteve konfliktuale midis Shtetet Bashkuara dhe Kinës. Ishin ato ujëra, po nuk ishte ende e kristalizuar. Dhe atëherë ishte momenti që edhe paria të kishte momentin e vet. Edhe paria të ishte pjesë e zgjidhjes. Bëhej pjesë e zgjidhjes duke u larguar nga skena butësisht, po duke ruajtur një pjesë të kapitalit vet politik. Paria e Tiranës zgjodhi që nga njëra anë të përpiqet të bëj propagandë, pra fushata e 2017-s u bë me flamuj kuqezi për shkak të ndërhyrjes ideologjike të nismës Bleta Shqiptare dhe duke përpjekur që të blenë njerëz të iniciativë, cilën nuk e bën dot. Dhe pjesa tjetër ishte pjesë çadre, ishte për gallat, domethënë gallat politik, llazoreri politike e quaj unë, sepse u futën në çadër, tani çadra u harrua, u bën foltore kur ju prekën interesat Berishës e të tjera. Pra, duhet një qasje serioze dhe këtë qasje serioze kemi propozuar që në vitin 2017. Sot kanë ndryshuar situatat, sot nuk mund të bëhet më ajo ashtu siç u propozuat herë, por një gjë e ngjashme është zgjidhja për ne shqiptarë. Po atë që nuk po e bën edhe që po e pengon paria e Tiranës, por edhe ajo që po ndodh në Kosovë dhe në Iliri që u that pak më lart, mund të ketë një presion nga jashtë për këtë që po ndodh në trojet shqiptare dhe të jetë ashtu sikur e thatë ju pak më lart, shqiptarët atje në Shtetet e Bashkuara, lobi shqiptar atje, shqiptarë me influencë, me peshë, që mund t'ja paraqesin këtë platformë apo këtë ide administratës Trump? Pse duhet një çdo gjë nga këtu? Po sepse i Zoti i shtëpisë e rregullon shtëpinë. Mund ta marrësh pastruesen, se sot është moda e pastruesave në Shqipëri. Mund ta marrësh pastruesen, po nuk ta pastron ashtu siç do ti, ose aty ku do ti. E pastron në mënyrën që do vet. Kjo është gjëja e parë për ta thënë me një batutë, por për ta kthyer në një përgjigje më serioze. Ajo që quhet lobi shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës është dhe ai i ndarë dhe i kapur nga paria e Tiranës. Pjesë e mirë atyre që paraqiten sot si intermediar ose si ndërmjetës, për ta thënë shqip, midis Paris, Tiranës dhe Washingtonit, janë njerëz të cilët kanë interesa në Tiranë, cilët Edi Rama ka kohë që i ka blerë të tjerë. Më parë është përpjekur t'i blerë edhe qeverisja më pashme. Kështu që është të gjithë kanë bërë përpjekje brenda Paris Tiranës për të pasur rrjetet e tyre në diasporë. Atëherë ç'a ndodh? Ndodh që deri një farë pike kjo është e bëshme, sepse në Shtetet Bashkuara të Amerikës lobimi është ligjor. Nuk është i paligjshëm që japësh disa para dikujt dhe të bësh dalë dhe të thotë një gjysmë fjali ose një fjali brenda një deklaratë të tjerë. Ajo që nuk ndodh dot është që një përfaqësues i Shtetit Amerikan ose një i zgjedhur i Shtetit Amerikan të thotë gjëra që shkojnë përkundër interesit amerikan. Dhe këtu dalim tek ajo pika që përmendet ju. Nuk mund të presin dot që të vi Amerika me fshes me korrent dhe të thith gjithë këta dhe thotë tani merreni dhe bëjeni ju. Nuk është kjo zgjidhja.
Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesin e tyre për zemër. Do të bëjnë aq sa ju intereson atyre. Ata duan të mirën e Shqipërisë, ata e kanë Shqipërinë aleate, është një aleancë që në gjykimin tim do të vazhdojë edhe për shumë kohë, sepse nuk ka zgjidhje tjetër, por nuk do ta pastrojnë ata shtëpinë tonë, do ta pastrojmë ne. Dhe nëse ne presim, nëse ne ushqehemi me këtë mendësi që na ushqen parieqja, këtu nuk bëhet, se ne nuk bëhemi, se ne jemi të këqij, se ne jemi njerëz që kaq meritojmë, kjo është propaganda e Paris. Ne nuk jemi njerëz këqij, shqiptarët nuk janë njerëz të pasot, shqiptarët janë njerëz jashtëzakonisht shumë të zot, mjafton që ata dalin jashtë Shqipërisë dhe numri i shqiptarëve të suksesshëm është i pafund, që do të thotë që problemi nuk janë shqiptarët, por është paria. Ky është fillimi i zgjidhjes. Problemi nuk jemi ne, janë ata. Nëse janë ata problemi, atëherë eliminohet problemi që janë ata dhe pastaj ndërtohet çdo gjë duke filluar nga pozita më të shëndetshme dhe me objektiva kombëtare në mend. Ky është projekti i Shtetkombit që ne shqiptarët duhet ta përqafojmë sa më shpejt aq më mirë. Projekti i Shtetkombit, por ende nuk kemi një burr shteti për ta çuar përpara. Grit më lejo ta mbyll me batutën tuaj që keni bërë në rrjetet sociale për Mogherinin që na doli miell, por ndoshta paska pasë drejtë Trumpi për gjendjen e Europës, kur ish shefin e politikës i jashtme. Bashkimit Evropian në këtë situatë tani do të thotë që edhe vizioni për Europën ndoshta vihet në pikë pyetje, sepse ne kemi ja 3 vite këtu që diskutojmë për fondet e IPARD-it, por çdo qytetar kur sheh që këto gjëra ndodhen edhe atje në kupolën e Europës, çfarë duhet mendoj? Pikës pari, presidenti Trump ka drejt në shumë çka që ta vendosin këtë si piket fillestare. Jo vetëm në këtë punë, por ka të drejtë në shumë çka. Sigurisht asaj nuk është i pagabueshëm, por mos kemi asnjë lloj dyshimi që fitoi përkundër një trysnie të jashtëzakonshme të një sistemi të tërë. Kjo tregon që ati i beson një shumicë e konsiderueshme amerikanëve. Thënë kjo se nuk duhet merrem me politikën amerikane tani, se nuk është rasti dhe nuk na takon ne shqiptarëve që të harxojmë kohë me këtë punë, ka amerikanë plot që merren me atë. Por për t'ju kthyer temës që hapët ju, a është Evropa e Bashkuar zgjidhja e të gjitha zgjidhjeve ose panacea, siç thuhet në zhargonin profesional? Po sigurisht që edhe këtë më vjen keq tani se duket vetë si beluli, po edhe këtë e kemi thënë prej 10 vitesh. Shqipëria nuk ka asnjë shans që të integrohet realisht në Bashkimin Evropian, ashtu siç është ndërtuar sot Bashkimi Evropian, për shumë arsye. Arsyeja kryesore është sepse paria hajnore nuk përshtatet dot me ato rregullat e Bashkimit Evropian. 2. Problemi i korrupsionit nuk është problem shqiptar. Është një problem që i takon gjithkujt. Por duke pasur në një shtet të përmjerë, më falni për shprehjen, një shtet hajnash, ku mbizotron hajnia përkundër interesit kombëtar, atëherë sigurisht që kushdo që vjen në Shqipëri vjen për kryer dhe ai ca problemet veta. Shumë prej tyre vinë për të marrë një rrogë të mirë, shumë prej tyre vinë dhe bëjnë turizëm seksual në Shqipëri, siç dihet, por nuk e thot kush. Shumë prej tyre vinë dhe tallin me nderen me popullin shqiptar duke qenë politikanë të dështuar në vendin e tyre, siç është ajo zonja Doris Pack, që nuk e njeh njëri në Gjermani, por e njohin në Shqipëri të gjithë. Shumë prej tyre vinë në Shqipëri për të pasur një karrierë diplomatike e cila i shtyn më tej në karrierën e tyre. Pra, zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk janë njerëz të gjithdijshëm dhe nuk shprehin çdo herë gjën më të mirë për shqiptarët. 3. Evropa e Bashkuar është në dezintegrim me sipër, është një mekanizëm që nuk po funksionon brenda Evropës, kur t'i lëm jashtë interesat shqiptare, është një mekanizëm që po shpërbëhet ngadalë, është një mekanizëm që ka funksionuar burokratikisht, që ka funksionuar për ca rrjete të tjera, të cilat nuk dua ta hap diskutimin këtu, por është një mekanizëm i cili tani më po përballet me dështimin e Evropa, siç e kam thënë në podcastin tim, është në një pikë kritike. Pse? Sepse modeli i zhvillimit evropian i shekullit 20, fillim shekullit 21 është bazuar në një siguri të bazuar në fuqinë amerikane.
Fuqia amerikane nuk jo garanton në sigurinë dhe tani e kanë gjetur veten zbuluar dhe e kanë parë që duhet të shpenzojnë për armatimet, e kanë parë që nuk mund të jenë më thjesht për të drejtat e njeriut pa pasur ushtar në terren, dhe po investojnë në mënyrë të frikshme. Evropa po investon jashtëzakonisht shumë fort për të rritur kapacitetet ushtarake. E megjithatë, vetëm para disa muajsh mbriti që Evropa e Bashkuar të prodhoj aq municione sa prodhon e gjithë Rusia sot. Bile dhe kjo sipas meje nuk është realisht e vërtet, po ata e thonë për propagandë. Pra Rusia si një shtet prodhon më shumë municion sot që është në luftë se sa e gjithë Evropa e Bashkuar bashkë. Raportet e fuqisë nuk janë në letër. Raportet e fuqisë reflektohen në raportet e forcës, në raportet ekonomike e çdo gjë tjetër. Ndaj dhe sigurisht që Shqipëria duhet të ketë ambicie që të hyjë në një mekanizëm evropian, cili do qoftë ai. Por ne duhet kemi ambicie që të jemi pjesë e Evropës, jo si shërbëtor, jo si vend ku lëshohen të gjithë pisliqet e kësaj bote dhe i vihet një kapak sipër se aq meritojnë shqiptarët, por si një shtet dinjitoz me një elitë e cila punon për kombin e vet, që bën më të mirën e mundshme, se ajo çdo gjë është e zgjidhshme me një herë, po bën më të mirën e mundshme dhe ruan dinjitetin e popullit vet. Në atë mënyrë, atëherë edhe evropianët na respektonin më shumë dhe nuk do sillin si njerëzish që vinë sa për të marrë honoris causa nga universitetet shqiptare, që është një gjë qesharake, sepse universiteti më i lartë i rankuar më i lartë në Shqipëri është diku ke vendi 1600 a 1700 në botë. Kështu që janë gjëra qesharake, por që ne i përdorim si çoka, sepse këta njerëz pastaj fillojnë të bëjnë pazare dhe pazaret i bëjnë me gjakun e shqiptarëve. Kjo është gjëja që duhet të thënë. Zoti Roj, falenderoj shumë për mendimet tuaja për gjitha çështjet që trajtuam. Falenderoj unë ty. Grit Rofsha dhe faleminderit që u zgjuat herët për mua. T'jam mirënjohës shumë. Edhe të uroj të mira. Kënaqësi. Gjithë mira do të. Mirupafshim.